tentativa për të fshirë serverat kur nuk fshihen. Mund të bësh tentative për t'i kanceluar, por gjithsesi mbeten një qeliz atje që i zbërthen të tëra. Kështu që tamatan specialistët, ekspertë amerikanë. Ish deputeti Spartak Braho deklaroi të mërkurën se çështja e 21 janarit është drejt mbylljes dhe se ish kryeministri Sali Berisha do të përfundojë në burg shumë shpejt. Deklarata të Brahoj bëri në emisionin Frontline Interview në Report TV, ku diskutua për drejtësinë dhe zhvillimet politike të pritshme të 2026-s. Berisha është i ngarkuar, shpresoi që brenda 3 mujorit të parë të 2026-s çështja e Berishës të zgjidhet dhe parashikoi që Berisha do të shkojë në burg për 21 janarin. Kjo çështje përthith çdo çështje tjetër. I del dhe i tepron 21 janari Berishës, u shpreh Braho. Duke komentuar dëshmitë që ka mbledhur SPAK në hetimin për 21 janarin, Braho veçoi dëshminë e ish-presidentit Bamir Topi, duke e cilësuar atë si thelbësore për hetimin, ndërsa për dëshminë e Ilir Metës, Braho u shpreh skeptik. Nuk e di për çfarë ka folur Meta, por nuk besoj se ai mund të di diçka pikante që t'i shtohet hetimit. Meta nuk është në pozicionin që ta rëndojë Berishën, deklaroi Braho.